Qeveria në detyrë e Kosovës ka konfirmuar për radion Europa Lirë se ka shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lidhur me pranimin dhe zhvendosjen e përkohshme të shtetasve të vendeve të treta në Kosovë. Përgjatë një periudhe njëvjeçare, deri në 50 persona mund të zhvendosen përkohësisht me qëllim të lehtësimit të kthimit të tyre të sigurt në vendin e prejardhjes. Qeveria ka shprehur gatishmërinë që të angazhohet me mundësinë për të përzgjedhur individ nga një listë e propozuar, për aq sa ata i plotësojnë kriteret e caktuara lidhur me sundimin e ligjit dhe rendim publik, tha për këtë radio zëdhënësi i qeverisë në detyrë për Parim Kurreziu. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar më 6 qershor se vendet e rajonit të Ballkanit janë përfshirë në kontaktet brenda një strategjie më të gjerë amerikane për dëbimin e shtetasve të huaj pa status të rregulluar. Partnerët amerikanë dhe udhëheqësit rajonal po punojnë ngushtë me ne për të dhënë fund krizës së migrimit të paligjshëm dhe masiv, theksoi Departamenti i Shtetit, duke shtuar se zbatimi i politikës së migracionit të administratës së presidentit Trump është një nga prioritetet kryesore të tij. Sipas departamentit, largimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si të huajve, për të cilët ekzistojnë urdhra përfundimtar për dëbim, si dhe dëbimi i migrantëve të paligjshëm, e mbron vendin nga terroristët e huaj dhe kërcënimet e tjera ndaj sigurisë kombëtare dhe rendit publik. Muajin e kaluar, Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i lejoi administratës Trump të tërheqë statusin e përkohshëm ligjor për qindra mijëra migrantë nga Venezuela, Kuba, Haiti dhe Nicaragua, të cilët jetojnë në Shtetet e Bashkuara, duke forcuar kështu përpjekjet e presidentit republikan për shtimin e dëbimeve. Ndërkohë, qeveria në detyrë e Kosovës më 26 maj ka shprehur gatishmëri për të diskutuar edhe me Mbretërinë e Bashkuar propozimin për ngritjen e qendrave të kthimit në Kosovë për azil kërkuesit e refuzuar nga Ishulli Britanik.